Vetëm një muaj pasi Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve refuzoi kërkesën e Durim Bamit për t'u transferuar nga ambientet e paraburgimit numër 313 në Tiranë drejt ambienteve të burgut të Fushkrujës, një ndryshim kursi ka ndodhur për këtë rast, me vendimmarrjen e drejtorit të sapo emëruar të Burgjeve, Adriatik Kupi. Mësohet se ditën e dieshme, më 17 prill 2026, përmes një vendimi të marrë nga drejtori i përgjithshëm i Burgjeve, Adriatik Kupi, është bërë transferimi i Durim Bamit në burgun e Fushkrujës. Durim Bami është një emër i njohur i botës së krimit në Shqipëri. Ai u ekstradua gati një muaj e gjysmë nga Dubai, pasi ndaj tij SPAK ka lëshuar masën e sigurisë arrest në burg. Sapo mbërriti në Shqipëri, ai u izolua në ambientet e burgut 313 në Tiranë për Tiranë, por një ditë më pas, përmes avokatit Ilir Murati, Durim Bami kërkoi transferimin e tij nga burgu 313 në Tiranë drejt burgut të Fushkrujës, që ndodhet në teritorin ku Bami ndihet si në habitatin e vet. Në kërkesën e tij, Durim Bami argumentonte se në të njëjtin burg ku u izolua, qëndronen edhe personazhe të tjerë, si Emiliano Shullazi, të cilët kanë dashur ta vrasin. Ndaj për të shmangur këtë rrezik fizik për jetën, ai kërkoi transferimin në një burg tjetër. Por në 17 mars 2026, kërkesa e tij është refuzuar nga ish drejtori i burgjeve, Klevis Qose, me argumentin se për sigurinë e tij fizike do kujdesej shërbimi policor i burgjeve pranë burgut 313 në Tiranë. Vendimi për refuzimin e kërkesës për transferimin erdhi për shkaqe të ndryshme, ku më kryesorja është ajo e mosgarantimin të transportit çdo javë nga burgu i Fushkrujës në ambientet e gjykatës së posaçme SPAK, ku Durim Bami dhe persona të tjerë janë marrë të pandehur dhe dërguar në gjykatë në dosjen penale që njihet si Metamorfoza 2. Pikërisht në këtë gjykatë, ndaj Durim Bamit dhe personave të tjerë, ka filluar procesi gjyqësor, dhe nisur nga kjo situatë, Bami do të duhet të lëvizë thuajse çdo javë për të përballur në gjyq me 3 akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme SPAK. Një muaj pas këtij vendimi, për refuzimin e kërkesës së transferimit të Bamit në Fushkruj, drejtori i ri i përgjithshëm i burgjeve, Adriatik Kupi, vendosi ditën e dieshme të transferojë Durim Bamin në Fushkruj. Kujtojmë se Durim Bami mbërriti në Shqipëri për shkak të një ekstradimi nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ai u shoqërua në burgun 313 në Tiranë, por një ditë më pas, Bami, përmes avokatit të tij Ilir Murati, kërkoi transferimin e tij në paraburgimin e Fushkrujës, pasi qëndrimi në burgun e Tiranës i rrezikonte jetën për shkaqe se në të njëjtin burg ndodhet dhe Emiliano Shullazi, i cili ka dashur ta vrasë Bamin.